Në momentin që Allahu xhaleshanu të zgjodhë dhe të inspiroj që ti të falësh dhe të futesh namaz, deshi Zotit dëgjoj zërin tënd dhe lutjet e tuaja. Kështu mendoje namazin. Deshi Allahu xhaleshanu që të dëgjoj lutjet e tuaja, prandaj ta mundsoj edhe të hapi derën e lutjeve. Men futiha lahu babu du'a, futihat lahu abwabul ijaba. Siç thot në hadith, ati që Zoti i hapi derën e lutjes, ka dash me i hap dyert e përgjigjes, Allahu xhaleshanu. Në momentin që qëndron para Allahu xhaleshanu, ti e din që Zoti ka dash fort edhe ta hapi ty këtë mundësi dhe këtë dritare komunikimi. E ti do përqendrohesh. Nuk mundesh të rish para më të madhërismit edhe ti ta marrësh mendjen ke punët e tuaja, ose ta marrësh mendjen ke diçka që ke lënë me njonin, ose ta marrësh mendjen ke i punë që nuk e ke kryer akoma, ose të kujtohet i diçka që e ke pas harru, duke zgjidh gjithë hallet e dynjas brenda namaz. Kjo është prej mashtrimit edhe prej kurtheve të shejtanit mallkum, Zoti na ruaj. Mundohu ta shfrytëzosh kohën në namaz me përqendrim te madhështia e Allahut. Ti kërkosh Zotit mirësitë e dynjas dhe të ahiretit. Ti kërkosh Allahut xhaleshanuhu të ruaj nga e keqja e kësaj bote, nga çdo e keqje në këtë botë, edhe të këqijat e ditës që do dalin para Allahut, Zoti na ruaj.